Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Unë besoj se gjithçka që është shkruar aty për Jezusin është e vërtet. Ai shkoi në kryq dhe vdiq për mua që unë të kem jetën. Dhe unë e kam jetën e tij me bollak në Jezusin. Unë kam fitore. Unë jam i bekuar, unë jam i shëruar, unë jam i çliruar, unë jam i begatuar, unë jam i aprovuar, unë jam i suksesshëm, unë jam i miratuar, unë jam fitimtar dhe më shumë se fitimtar. Djalli është i mposhtur, fuqia e ringjalljes që ngjalli Krishti prej së vdekuris, vepron në jetën time. Në emrin e Jezus, unë e besoj dhe e shpall. I bindem fjalës së Zotit dhe unë pres që kjo të realizohet. Në emrin e Jezu Krishtit, amen. Haleluja, lavdi Zotit. Tema e predikimit për sot është Pentakost 2026. Ndërsa jemi duke festuar Pentakostin, që është festa e derdhjes së frymës së shenjtë, mbi kishën e hershme, ne besojmë që fryma e Zotit nuk është larguar nga toka. Dhe ky është parimi i parë që ne duhet të mësojmë. Nuk ka asnjë varg në Bibël që të na thojë se fryma e shenjtë u largua nga toka. Bibla thotë që ai erdhi dhe do jetë për jetë me ne. Do na shoqërojë edhe në parajs. Kur ne të largohemi nga kjo tokë, fryma e shenjtë do jetë me ne. Dhe ai bën lidhjen e përsosmërisë dhe na shfaq dashurinë e Krishtit. Prandaj sot le të dëgjojmë të hapur me zemrën tonë, me mendjen dhe veshët tanë frymor. Dhe duhet që të reflektojmë sot për vajosjen e frymës shenjtë në jetën tonë. Jezusi tha te Veprat e Apostujve kapitulli 1 vargu 4 dhe 8. Dhe duke u gjendur bashkë me ta me dishepujt, i urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit. Tani thanë dhe kur e hapën, Ati nuk gënjen, Perëndia nuk gënjen. Ai mban premtimet. Djalli gjithmonë do vi dhe do vëre në dyshim premtimet e Atit. Dhe Jezusi i këshillon. Unë po ngjitem lart, është dita kur ai po ikën lart. Por ju shkoni në Jeruzalem, qëndroni bashkë dhe kërkoni premtimin e Atit. Ishin 400 veta, por më pas ne shikojmë që ngelën 120 njerëz. Burra dhe gra. Nuk ishin vetëm burra, nuk ishin vetëm gra, po ishin burra dhe gra. Dhe lavdi Perëndis për këtë gjë. Nëse ti sot mendon se je burr apo je vajzë, je grua, ti je kandidat për frymën e shenjtë që të mbushesh. Dhe shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë gjë. Që tha ai, e keni dëgjuar nga unë, e kishin dëgjuar nga profetët. Profeti Joel kapitulli 2 e thotë, dhe Jezusi e ka ripërmendur një gjë të tillë. Sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoni me frymën e shenjtë, mbas jo shumë ditësh. Tani, kur Jezusi u pagëzua, Gjon pagëzori, tha, ja që ngji Perëndis, që heq mëkatin e botës, por ai do t'ju pagëzoj me frymë dhe me zjarr, unë ju pagëzova me ujë. Tani Gjoni nuk e dinte kur do të ndodhte kjo, sepse ai ishte profet. Ai tha që do të ndodhi. Dhe Jezusi po e ripërmend, ju e dëgjuat nga Gjoni, tani po e them unë, që kjo gjë ka për të ndodhur. Vargu 6 thotë, kështu ata ishin mbledhur bashkë dhe e pyetën duke thënë, Zot, a do të rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Tani si gjithmonë, Jezusi thoshte një gjë, dishepujt pyesin për një gjë tjetër. Ata e donin fundin pa fillim. Por Jezusi nuk i u përgjigj gjithmonë urrështjes së tyre. Jezusi u përgjigj
planit dhe vullnetit të Zotit, sepse kjo ishte arsye pse erdhi në tokë, të kryente planin e Perëndis dhe të na tregonte ne një model se si mund të plotësohet plani i Zotit. Ti mund të thuash Jezusi ishte Perëndi, jo, ai ishte Perëndi, po ishte edhe njeri. Nëse Jezusi e bëri, ti mund ta bësh. Dhe ai tani po tregon mënyrën se si ne mund ta bëjmë. Ai po na jep fuqinë, po na jep autoritetin, po na jep pushtetin, po na jep aftësitë që ne ta bëjmë. Dhe si do ta bëjmë? Vargu 7 thotë: nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Jo se Jezusi nuk e di, pa ai nuk do t'u bëj atyre të ditur. Dhe vargu 8 thotë: ju do të merrni fuqi, pra ku do të fokusoheni, jo te fundi. Shpeshherë më pyesin njerëzit kur shkoj për ungjillizim për zbulesën, po ti sa u bëre besimtar? I thash dikujt: ti kur e theri qengjin, nga e therë nga koka apo nga bishti? Zbulesa është fundi i ngjarjeve. Filloni lexoni Biblën si duhet dhe Bibla do të prek ty dhe fryma e Zotit do të ta zbulojë. Bibla thotë ju do të merrni fuqi, thuaj njëri tjetrit, ti do të marrësh fuqi. Kur fryma e shenjtë të vijë mbi ty, dhe do të bëni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në Jude, Samari dhe në skajin e Dheut. Gjëja kryesore është kur fryma e shenjtë të vijë mbi ty. Pa frymën e shenjtë, ne nuk mund të dëshmojmë dot asgjë. Prandaj është kaq shumë e rëndësishme, sepse fryma e shenjtë është personi i Trinisë së Shenjtë. Dhe ne besojmë në një Perëndi, jo tre Perëndi, që është shfaqur në tre persona të ndryshëm dhe të barabartë me njëri tjetrin. Ne besojmë në matematikën e Zotit, jo në matematikën e njeriut. Shumë njerëz thonë, ju besoni në tre Perëndi, pse? Ati plus Biri plus fryma e shenjtë baras tre. Jo. Është Ati shumëzim për Birin, shumëzim për frymën, baras një. Pse e shumëzim? Le të marrim një shembull. Kur ai shumoi bukët, sa njerëz hëngrën? Ai kishte 5 bukë dhe 2 peshq. Po ti ishte plus, do ishin prodhuar 15 bukë edhe 6 peshq. Dhe nuk do ushqeshin dot. Bibla thotë që ushqyen 5000 burra. 5000 burra ka nga një gra, nga një grua. Dhe ka nga një fëmijë dhe shkon diku te 15.000, 20.000 njerëz që ai ushqeu. Pse Jezusi i ngriti lart dhe tha, atë unë të falenderoj. Fryma e shenjtë veproi me fuqi dhe ato shumë fishuan. Dhe ne besojmë në fuqinë e shumë fishimit. Kur fryma e shenjtë zbret, ai na vajos, ai na pajis me fuqi nga lart. Pra nuk është një fuqi që vjen nga poshtë, nuk është një fuqi se vjen se ne u stërvitëm e ne bëm muskuj. Nuk vjen nga ne, po vjen nga ai. Dhe ai thyen çdo bar, çdo pranë dhe çdo zgjell. Ka dy momente kur fryma e Zotit vjen në jetën e një individi. Momenti i parë është kur ai na bën për mëkat, për gjykim dhe drejtësi dhe ne shpëtohemi, ne pranojmë Jezusin si Zot dhe shpëtimtar në jetën tonë. Momenti i dytë është këtu kur thuhet fryma do të vijë mbi ju. Pra, fryma në mua dhe fryma mbi mua. Le ta themi, fryma në mua dhe fryma mbi mua. Prandaj kur ne themi që fryma para meje, fryma brapa meje, majtas, djathtas, rreth e çak meje, nuk është gabim. Pse? Sepse fjala e Zotit thotë që ai do vijë mbi ju dhe kjo ka të bëjë me vajosjen. Me vajosjen e frymës së Zotit. Davidi thotë, ai derdh vaj mbi kokën time. Ka pasur disa miza në shkretë të tjerë që janë shumë të rrezikshme. Dhe telja ishte mbuluar gjithë trupi, vetëm kokën e kishte të zbuluar. Dhe ata idhnin vaj që të ishin të mbrojtur nga këto lloj mizësh. Satani është quajtur Zoti i mizave. Dhe kur Zoti del vajin e frymës së shenjtë, ne jemi të mbrojtur nga çdo mendim negativ, nga çdo sulm i të likut. Dhe profeti Isaia thotë
kapitulli 10 vargu 27. Dhe zgjedha do të shkatërohet për shkak të vajosjes. Çfarë është zgjedha? Zgjedha është bara e mëkatit. Për shkak se ne mëkatuam, ne ju nënshtruam ligjit të mallkimit. Dhe për shkak të mëkatit, mallkimi mori pushtet mbi jetën njerëzore dhe filloi ta shkatërrojë. Solli kanceri, solli diabeti, solli tensionin e lartë, solli sëmundjen, varfërin, solli sherrin, shamatën, konfliktin, solli drogën, solli alkoolin, kumarin, e të gjitha, çdo vesh të keq që unë nuk i listoj dot, gjitha se janë shumë, ka ardhur si rezultat i mëkatit. Dhe pse ka ardhur? Ka ardhur si një zgjedhje mbi qafën e njeriut. Që njeriu mos ta ngrej kokën lart të shikojë Zotin, por njeriu duke parë poshtë, fillon dhe akuzon Zotin, ku je ti Zot? Dhe largohet nga Zoti, dhe destinacioni përfundimtar ku është? Feri. Djalli dëshiron të çojë njerëzimin në shkatrim. Dhe ne shikojmë që bëhen parada që na çuditën na e përshtirën. Pse? Se kjo botë po shkon në mëkat. Po shkon në shkatërim. Por fjala e Zotit thot që ai do ta shkatërrojë zgjedhjen. Nuk e di sa nga ju e dini çfarë është zgjedhja. Zgjedhja është ajo gjëja që u vije qeve, pra merren dy dema, vjen për të punuar tokën, dhe që ti vendosësh parmendën, duhet t'i vendosësh zgjedhjen e qafë. I është vendosur kuajve, i është vendosur viçave, por Zoti e thyen zgjedhjen. Dhe këtu po flasim për njerëzit. Ka njerëz që janë në prangat e frikës, në prangat e alkoolit, në prangat e sëmundjes, të vuajtjeve dhe të lëngatave. Edhe ndoshta ti s'ke parë ndonjë ditë të mirë në jetën tënde. Nëse ti je ky person, fjala e Zotit po të flet ty sot. Unë do ta thyej zgjedhjen. Zoti do ta thyej zgjedhjen për shkak të vajosjes së frymës së shenjtë. Në frymën e shenjtë ne kemi autoritet. Dhe autoritetin që Jezusi mori në kryq, ditën që u ringjall prej së vdekuris, kujt ja dha ai? Ja dha kishës. Ai tha mua më është dhënë çdo pushtet, në qiell dhe në tokë. Dhe unë po ju dërgoj juve tani. Nuk na dërgoj si dele në mes të uqërve, po ai na dërgoj me autoritet që ne të shkatrojmë zgjedhjen. Dhe ne lexuam tek Marku që Jezusi thot, shkoni dhe predikoni ungjillin, dhe unë ju kam dhënë pushtet ata që besojnë në emrin tim, do të dëbojnë demon. Pra kur ti të lutesh, shejtani do iki me vrap, do ketë frikë aty. Do të luten për të sëmurë dhe ata do shërohen. Helmi i gjarprit nuk do ketë efekt të këti. Fjalët negative që gjarpri mund të hedhin mbi ty, nuk do kenë efekt. Pse? Sepse gjaku i Jezusit, vajosja e frymës së shenjtë, nuk do t'i lejojë ato të ndodhin. Ungjilli Mateut kapitulli 28 vargu 1 thotë që gratë shkuan te vari për të gjetur një të vdekur. Por fjala e Zotit thotë që një dritë erdhi nga qielli dhe e goditi tokën pam. Edhe toka u drodh, thot Bibla. Ratërmet. Dhe vula e varit u thye. Guri që peshonte 2 ton u rkullis. U hoq. Dhe fryma e Zotit ringjalli Jezusin prej së vdekjes. Dhe Pali thot, ajo frymë që ishte në Krishtin është sot ku? Në kishën. Dhe duhet të lutem i Zot, unë dua ta njoh fuqinë e ringjalljes që ngjalli Krishtin prej së vdekuris. Dhe kur ti e di që kjo fuqi është brenda teje, ti lutesh për fëmijën tënd, ti lutesh për shtëpinë, ti lutesh për burrin, ti lutesh për gruan, ti lutesh për kishën, që Zoti ta transformojë jetën e tyre. Punën e tyre. Zoti sjell transformim.
fuqia e frymës së shenjtë e ka thyer vulën e varrit. E ka shkatëruar. Si njerëz ne mund ta përjetojmë vdekjen dhe do ta përjetojmë një ditë. Por ama shpirti ynë dhe fryma jonë do shkojnë lart në qiell. Djalli nuk ka autoritet, nuk ka kthetrat e tij nuk mund të na robrojnë ne. Ne jemi fitimtar në emrin e Jezusit. Jezusi shkatron prangat që na banin ne në skllavëri. Ai dërgoi premtimin e Atit që na fuqizon për të shpallur lajmin e mirë. Ne nuk e shpallim lajmin e mirë me intelektin ton, por ne do ta shpallim lajmin e mirë në frymën e shenjtë. Kur ne dalim për ungjillëzim, unë shpesh e them, Zot, më fol ti, ja ku jam, më përdor. Largohet turpi tim. Shpesh kur ndodhemi përpara shërbesave të mëdha, kemi emocione, kemi turp, jemi njerëz. Por ajo që u them, Zot, unë marr autoritet mbi emocionet e mia, mbi mendjen time, dhe them, emocionet e mia futuni nën autoritetin e frymës shenjtë. Fryma e shenjtë merr kontroll mbi mua tani dhe më përdor. Dhe fryma e Zotit fillon, vajosja e frymës shenjtë vjen në jetën tonë dhe ai na jep zbulesë për të kuptuar identitetin tonë në Krishtin, kush jemi ne në Krishtin. Është shumë e rëndësishme që ti ta kuptosh se cili je ti në Krishtin. Dhe kjo vajosje na jep autoritet që ne të qëndrojmë kundër kurtheve të djallit. Jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët. Dhe ti je fitimtar. Dhe më shumë se fitimtar. Dhe Bibla thotë që ne mund të kapim rob çdo mendim që ngrihet kundër njohjes së Krishtit. Dhe ti nënshtrojmë ato mendime poshtë këmbëve tona. Veprat e Apostujve kapitulli 2 vargje 1 deri në 4 janë njësoj me Joelin. Dhe fjala e Zotit thotë, ndërsa ata po luteshin, nuk e dinin kur do vinte. Kur erdhi dita e rëshajave, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. Ku jeti ditën e diellit? Dita e diellit është dita e Zotit, mos lini punë të tjera. Adhuroni Zotin. Nuk është dita të shkojmë në Vareza. Nuk është dita që të shkojmë ku të na teket neve. Por është dita që ti të mblidhesh në kish dhe të kërkosh Zotin. E ndërsa ti kërkon Zotin, çfarë thotë? Befas nga qielli, pa pritur. Ndonjëherë ka njerëz që dëgjojnë, që si isha unë të ai takimi atje, se më doli një punë. E po në rregull, që si ishe s'kemi çfarë të bëjmë. Fryma e shenjtë vjen befas. Dhe nëse ti do që të përjetosh befasin e frymës shenjtë, ti duhet jesh në këtë vend. Ta kërkosh Zotin dhe të lutesh. Sepse ata ishin në të njëjtin mendje, kush ishte mendja që kishin? Mendja që kishin ishte kjo, unë do pres premtimin e Atit. Ti do të presësh premtimin e Atit. Dhe befas nga qielli fryu një ushqim, pra ishte një zhurmë e fuqishme, si një erë që fryn furishëm dhe mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rinin. Shpesh njerëzit thotë, po, ne ulëm në të njëjtën karrige, pse unë nuk mora dhe ky mori? Është një tip pastor që predikon. Janë të njëjtët njerëz që luten. Si është zemra jote? Si po e merr ti? Merre sot bekimin e Zotit. Qëndroj i hapur. Hajde në kish se unë do jemi hapur për të përjetuar vajosjen e frymës shenjtë. Dhe thot të gjithë u mbushën. Thoj bashkë me mua, të gjithë u mbushën. Dhe ti hyn te kjo të gjithë. Kur thot të gjithë, është të gjithë, nuk e di njeri i pa u mbushur me frymën e shenjtë. Dhe çfarë ju dukën atyre? Ju dukën gjuhë si prej zjarri. Nuk ishte zjarri, sa asnjëri nuk u doq. Është zjarri i Zotit. Zjarri i Zotit djeg atë që është e keqe. Nuk na djeg flokët, por djeg brenda nesh. Dhe ne kemi nevojë që ti themi Zot, digje karakterin tim.
dhe bëhe si karakteri i Krishtit. Le ta themi bashkë. Zot, dize zjarrin e frymës, dhe digje karakterin tim, dhe më bëj njësoj si karakteri i Krishtit. Në emrin e Jezus. Amen. Dhe fjala e Zotit thotë, kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin gjuhë të tjera. Le të themi gjuhë të tjera. Ashtu si fryma e shenjtë i drejtonte që të shpreheshin. Pra, gjuha jonë, zemra jonë, mendja jonë do të lejojë që të kontrollohet nga fryma e shenjtë. Kërkoni që fryma e Zotit ju kontrolloj. Dhe kur fryma e shenjtë ju kontrolloj, ai vjen dhe sjell një gjuhë tjetër. Shpesh e keni dëgjuar grupin e adhurimit ose mua që jam lutur në gjuhë panjohura. Dhe kjo mund të vijë te ty. Ti do t'ja kërkosh Zot. Zot ma jep. Dhe është për çdo besimtar. Zoti nuk bën dallime. Dhe kur ti të mbushesh me fuqinë e frymës shenjtë, me vajosjen e Zotit, Bibla thot këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që besojnë. Në emrin tim, ata do të dëbojnë demonë. Ka njerëz që janë të demonizuar. Kur ti të lutesh, Zoti do t'japi ty autoritet që ti të bosh. Në emrin e Jezusit do të flasin gjuhë të tjera. Dhe do t'i kapin me dorë gjaprind. Kjo është simbol i Satanit. Pra, ti do t'i kapësh rob mendimet negative. Kush është helmi i Satanit që përpiqet të pickoj njerëzit sot? Mendimet negative. Ti i kap mendimet e pavlera dhe i hedh poshtë në emër të Jezusit. 2 Korintas 10:4 thotë që ne nënshtrojmë çdo mendim që ngrihet kundër njohjes së Krishtit. Çdo mendim që është kundër Biblës, ti e hedh poshtë. Do t'i vendosin duart mbi të sëmurët. Pra, kur ti shikon një njeri që është i sëmur, i thua, a mund të lutem unë për ty? Nëse i refuzon, më qaf pas vete. Por ti lutesh, dhe Zoti i shënon. Dhe mbasi foli këto gjëra, Zoti Jezus u ngrit në qiell. Dhe pastaj ata dolën dhe predikuan ungjillin. Fryma e shenjtë na bën ne që të shpallim fjalën e Perëndis. Plot me jetë dhe të vërtetë. Prandaj sot unë dua që ju të mendoni për këtë gjë. Le të shpallim pas meje dhe pastaj do të kemi një korlutje. Por dua që ta shpallin të gjithë. Frymë e shenjtë, unë jam i hapur sot. Për prezencën tënde. Unë besoj që vajosja jote e thyen zgjellën, e shkatëron çdo barë që dikur më shtypte, është e hequr në emrin Jezus. Unë deklaroj se lëngata, frika, mërzia, kufizimi nuk qëndrojnë më në jetën time. Çdo zinxhir është i këputur nga vajosja e frymës shenjtë. Vaji i Perëndis po terdhet mbi mua dhe po zgjeron çdo kufi. Unë po ka përcej kufizimin e mëparshëm. Dhe unë po ngjitem në nivele të reja. Në emrin Jezus. Unë qëndroj, jetoj, eci dhe shijoj lirin, autoritetin dhe fuqinë çliruese. Vajosja në jetën time është shumë e fortë. Dhe kudo ku unë vendos duart, ajo rrjedh. Unë jam i favorizuar
Nga dora e Zotit. Qafa ime nuk do t'i përkullet asnjë zgjedhje. Nuk do t'i përkullet frikës dhe as dyshimit. Unë i kap rob dhe i nështroj në emër të Jezusit. Unë i përkullet vetëm Zotit Jezu Krisht. Ai është Zoti im dhe shpëtimtari im. Varfëria, mospasja është e thyer në emrin Jezus Krisht. Unë ngrihem tani mbi ciklet e disfatës, dekurajimit dhe shpallvajosin e frymës shenjtë në jetën time. Unë kam fuqinë e ungjillit përmes frymës së shenjtë. Konfuzioni, rëmuja, boshllëku nuk i përshtatet mendjes time. Unë kam rregullsi në vajosin e frymës shenjtë. Sëmundja është e qortuar të largohet nga trupi im, sepse trupi im është tempulli i frymës shenjtë. Unë jam vulosur me kaparin e frymës shenjtë. Unë jam zgjedhur nga lavdia e tij dhe jam fuqizuar nga hiri i tij. Zinxhirët e të kaluarës janë të thyer në emrin e Jezus. Unë kam trashëgimi qellore. Çdo plan djallëzor kundër jetës time është thyer nga vajosja e frymës shenjtë. Dhe unë refuzoj në emrin e Jezus të baj barën në emër të Zotit Jezu Krisht. Barat e mia janë thyer dhe unë jam i lirë. Amen. Haleluja.